Japonia ka zhvilluar këtë sistem për më shumë se 60 vite. Megjithatë, shumica e njerëzve nuk kanë dëgjuar kurrë për të. Hekurudha kalon kryesisht nën tokë, me 86% të linjës që përshkron malet të forta. Nuk ishte asnjë alternativë tjetër. Ajo që filloi si një projekt prej 9 miliard dollarësh është rritur në 72 miliard dhe vazhdon të rritet. Inxhinierët kanë shpuar 246 km tunele nëpër disa nga malet më të forta në Japoni. Gjeologjia dështoi, afatet kohore u rrëzuan dhe kostot u rritën ndjeshëm, por ndërtimi vazhdoi. Temperaturat ekstreme të ulta luajnë një rol kyç në këtë sistem, duke mundësuar teknologjinë superpërçuese që lejon trenin të levitojë. Në një moment, një guvernator i vetëm ndaloi të gjithë projektin prej 72 miliard dollarësh për 4 vite me një vendim të vetëm. Kjo është historia se si Japonia ndërtoi sistemin më të shpejtë të transportit toksor dhe pse për pak nuk u realizua kurrë. Në vitin 1964, Japonia prezantoi trenin plumb, duke transformuar transportin hekurudhor global. Menjëherë pas kësaj, lindi pyetja, çfarë vjen më pas? Tokaido Shinkansen arriti kufijtë e tij, duke operuar me 12 trena në orë pa hapësirë për zgjerim. Kërkohej një linjë e re. Ndërsa linja ekzistuese ndjek Bregdetin dhe përshkron kthesa rreth maleve, sistemi maglev kalon drejt përmes tyre. Kërkimet filluan në vitin 1962 dhe u deshën 63 vite për t'i kthyer ekuacionet teorike në një hekurudhë funksionale. Në vitin 1977 u ndërtua një pistë testimi prej 7 kilometrash në Miyazaki. Kjo shënoi levitimin e parë të suksesshëm dhe konfirmoi se magnetët superpërçues mund ta mbështesnin sistemin. Deri në vitin 1990, fokusi u zhvendos në Alpet japoneze. Filluan studime gjeologjike dhe vazhduan për 19 vite para se të miratohej ndërtimi i ndonjë tuneli. Terreni paraqiti sfida të papara më parë. Shkëmbi nën Alpet jugore është 300 milion vite i vjetër, me 1400 metra mbi ngarkesë, zona me thyrje, lumej nën toksor dhe presion ekstrem që mund të shtyp çelikun. Më 27 maj 2011, pas gati 5 dekada shkërkimesh, Japonia miratoi projektin Chuo Shinkansen. Ndërtimi më në fund mund të fillonte. Pista testuese në Yamanashi u zhvillua si një demonstrim në shkallë reale. Me gjatësi rreth 18 kilometra, ajo përfshinte infrastrukturë të plot maglev. Inxhinierët përdorën metodën e re austriake të tunelimit. Shpim, shpërthim, pastrim mbetjesh, përforcim me beton të spërkatur dhe instalim bulona shkëmbor. Ky cikël përsëritej çdo 6 orë. Gjithmonë hapej një tunel pilot përpara për të analizuar kushtet gjeologjike përpara gërmimit kryesor. Saktësia ishte thelbësore. Trasea duhej të ruante një saktësi në nivel milimetrash për gjatë kilometrave. Sistemet me lazer verifikonin çdo seksion. Bobina në formë figurë tete u vendosën në të dy anët e mureve, duke kombinuar levitimin, drejtimin dhe shtytjen në një sistem të vetëm. Ndryshe nga trenat tradicional, motori nuk ndodhet në tren, por është integruar në vetë traseen. I gjithë sistemi kërkonte 18 km motor linear të integruar në beton, së bashku me kablime dhe sensor të shumt. U ndërtua një nën stacion i dedikuar për të furnizuar energji me frekuencë të ndryshueshme. Qendra e kontrollit monitoron vazhdimisht çdo bobinë, çdo sensor dhe pozicionin e saktë të trenit. Treni i parë testues bëriti në vitin 1995. Ai nuk ishte rrota të dukshme dhe as linja ajrore për energji. I projektuar si një kapsul që lundron, ai sfidoi çdo rregull tradicional të inxhinierisë hekurudhore. Në vitin 1997, sistemi arriti levitimin e parë të suksesshëm. Rrotat u tërhoqën dhe treni u ngrit 10 cm mbi trase. Më vonë atë vit, ai arriti rreth 530 km/h, duke vendosur një rekord të ri botror.
Para fillimit të shërbimit komercial, mbi 200.000 pasagjerë udhëtuan në trenin testues. Në tetor të 2014-s, filloi zyrtarisht ndërtimi i linjës kryesore. Projekti shtrihet në 286 km midis Shinagawa dhe Nagoya, me 246 km që kalojnë nëpër tunele. Një nga seksionet më komplekse përfshin ndërtimin e një stacioni të ri në një stacion aktiv të trenit plumb në qendër të Tokios, pa ndërprer operimet mbi tokë. Inxhinierët fillimisht ndërtuan more diafragme, struktura të vazhdueshme, betoni të armuar përpara çdo gërmimi. Punimet vazhduan 40 metra nën tokë, ndërsa trenat mbi sipërfaqe vazhdonin të funksiononin pa asnjë ndërprerje. Makineritë e shpimit të tuneleve u montuan nën tokë për shkak të madhësisë së tyre, secila ka diametër 14 metra, gjatësi 150 metra dhe peshon 4.000 tonë. Të pajisura me 80 disqe prerse prej karbidit tungsteni, ato përparojnë rreth 15 metra në ditë në zona urbane, pa u ndier nga sipërfaqja. Çdo 90 minuta instalohet një unazë betoni e re, e përbërë nga 6 segmente. Rreth 600 unaza nevojiten për çdo kilometër. Materiali i nxjerrë transportohet 5 km me transportues, më pas me kamion për t'u larguar. Ndërsa ndërtimi vazhdoi në male, kushtet u përkeqësuan. Makineritë u ngadalësuan pasi disqet prerse konsumoshin çdo 50 metra dhe kërkonin zëvendësim. Ky proces kërkon hyrjen në një dhomë të presionuar në ballin e tunelit, duke bërë një nga punët më të rrezikshme në ndërtim. Për të ulur rrezikun, inxhinierët hapën tunele pilot deri në 1.000 metra përpara gërmimit kryesor për të analizuar kushtet gjeologjike. Kjo teknik u zhvillua posaçërisht për këtë projekt. Megjithatë, gjeologjia rezultoi tepër e paqëndrueshme. Shkëmbi i vjetër shist ishte i qarë dhe i paparashikueshëm, duke detyruar një ridizajnim të projektit. Në seksionet më të vështira, metodat të BM u zëvendësua me metodën e re austriake të tunelimit, duke shkaktuar një vonesë prej 5 vitesh. Në Alpe, presioni ekstrem nga 1400 metra shkëmb mbi tunel i shtypte strukturat. Inxhinierët i përforcuan këto zona me harqe çeliku, shtresa betonit të spërkatur dhe bulona shkëmbor. U hasën lumen nën toksor, të cilët kërkuan drenazh dhe izolim. Në total, u përdorën 3 metoda shpimi: TBM, NATM dhe shpim shpërthim klasik. Çdo ndryshim u diktua nga kushtet gjeologjike. Hyrja e ujit rriti deri në 10.000 litra në minutë në disa zona, duke kërkuar pumpim të vazhdueshëm. Shkëmbi i nxjerrë u grimsua dhe u ripërdor si material për betonin e veshjes së tunelit. Veshja e betonit u instalua në segmente prej 12 metrash, ku çdo seksion kërkonte 3 ditë për t'u përfunduar. Boshtet vertikale deri në 400 metra të thella u ndërtuan për ventilim dhe akses emergjent. Projekti u nda në 60 kontrata të veçanta ndërtimi, të gjitha duke funksionuar njëkohësisht. Një projekt përfshin 60 kantier të ndryshëm ndërtimi. Stacionet të tëra nëntoksore janë gdhendur drejt për drejt në shkëmb të fortë. Shpella e Kofu, për shembull, është më e madhe se shumë stacione në sipërfaqe. Çatia e saj nuk mbështetet nga kolona, por nga spiranca shkëmbore, të futura 20 metra thellë në mal. Stacioni ndodhet 40 metra nën tokë, pa dritë natyrale, por funksionon si një qendër e plot hekurudhore. Pasi përfundon tunelimi, fillon faza më kërkuese, instalimi i traseve. Çdo seksion duhet të përmbush standarde ekstreme saktësie, me tolerancë vetëm 1 mm në 50 metra. Nuk ka përjashtime. Çdo segment verifikohet me lazer për të garantuar përputhje perfekte. Hapësirat përgjatë mureve të tunelit mbajnë bobinat që bëjnë të mundur levitimin. Treni nuk prek kurrë trasen, ai lundron duke ndërvepruar me këto bobina. Në total, instalohen 580.000 bobina individuale, secila e vendosur me dorë. Sistemi i shtytjes është integruar në tokë, jo në tren.
Në 246 km, vetë trasa funksionon si një motor elektrik i vazhdueshëm. Unda e trenit është 15 metra e gjatë dhe është formuar përmes 3 vite testimesh në tunel ere. Ajo është projektuar për të përballuar valet e forta të presionit që krijohen gjatë hyrjes në tunele me 500 km/h. Pa këtë formë, kompresimi i ajrit do të shkaktonte goditje të forta. Brenda sistemit, tel niobium titan i hollë sa një fije floku mbështillet 50.000 herë për çdo bobinë në një ambient vakumi. Çdo magnet superpërçues vendoset në një kriostat, një strukturë ngjashme me një termos të madh që ruan temperaturën vetëm 4 gradë mbi zeron absolute. Për këtë, përdoret helium i lëngshëm në -269 gradë Celsius. Në këto temperatura, magnetët bëhen superpërçues. Çdo tren përmban 32 magnet superpërçues, secili duhet të instalohet, ftohet dhe testohet individualisht. Në 160 km/h, treni lëviz mbi goma. Mbi këtë shpejtësi, gomat tërhiqen automatikisht dhe treni kalon në levitim. Hyrja në tunel me 500 km/h kompreson ajrin me forcë, por një sistem i avancuar presionin në kabinë parandalon shqetësimin apo dëmtimin e veshëve. Brenda, treni duket i zakonshëm, ndërsa kompleksiteti i vërtetë i inxhinierisë mbetet i fshehur. Çdo tren është i pajisur me rreth 1200 sensor që monitorojnë çdo sistem në kohë reale. Të dhënat transmetohen vazhdimisht në qendrën e kontrollit. Testimet fillojnë me shpejtësi të ulët, duke verifikuar çdo komponent përpara arritjes së shpejtësisë. Në 160 km/h konfirmohet levitimi, pastaj shpejtësia rritet gradualisht në 200, 300, 400 dhe 500 km/h. Gjatë një testi në 400 km/h, një magnet superpërçues dështoi, duke aktivizuar ndalimin emergjent. Inxhinierët identifikuan dridhjet e trasesë si shkakun dhe ridizenjuan sistemin e montimit. Pas testimeve të reja, problemi u zgjidh. Simulimet e tërmeteve në 500 km/h treguan një tjetër sistem sigurie. Trasea në formë uje e pengon fizikisht daljen nga binarët, duke garantuar që treni nuk mund të devijojë edhe në kushte ekstreme. Sistemi ka përfunduar më shumë se 2 milion kilometra testime. 2 trena që kalojnë pranë njëri tjetrit krijojnë një shpejtësi relative prej rreth 1000 km/h, duke kompresuar ajrin me styre. Më 21 prill 2015, treni arriti 603 km/h, duke vendosur rekordin botror për mjetin më të shpejt toksor. Pavarësisht kësaj shpejtësie, udhëtimi mbetet aq i qetë sa pasagerët mund të lexojnë pa problem. Në 500 km/h, maglev konsumon rreth gjysmën e energjisë për pasagjer krahasuar me një fluturim me avion. Në vitin 2013, pista testuese u zhviruan në rreth 43 km, duke mundësuar testime në shpejtësi të plot për distanca më të gjata. Që atëherë, trenat kanë operuar deri në 2000 km në ditë, duke bërë këtë sistemin hekurudhor më të testuar ndonjëherë. Depoja mirëmbajtjes shtrihet në 30 hektar. Çdo tren kthehet aty çdo natë për inspektim. Një sistem rikuperimi i heliumit kap gazin e avulluar, e rikthen në formë të lëngshme dhe e ripërdor, duke rritur efikasitetin. Një nga vonesat më të mëdha ndodhi në Shizuoka, ku një segment tuneli prej rreth 9 kilometrash u bllokua për shkak të shqetësimeve për furnizimin me ujë të 620.000 banorëve. Inxhinierët projektuan një sistem për të kthyer çdo litër ujë nën toksor të zhvendosur përsëri në lumenjt përreth. Megjithatë, projekti u vonua për 4 vite duke shtyr hapjen e tij më tej. Kostot vazhduan të rriten, duke arritur $72 miliardë. Në prill të 2024-s, guvernatori përgjegjës për vonesën dha dorëheqjen. Pak më vonë, guvernatori i ri miratoi studimet e nevojshme dhe ndërtimi rifilloi. Deri në tetor të 2024-s, shpimet në Shizuoka kishin nisur përsëri. Projekti është projektuar edhe për të rezistuar një tërmeti të madh në zonën e Nankai Troh.
Sensor sismik janë vendosur çdo kilometër, duke mundësuar ndalimin automatik të trenave përpara se valët sismike të arrijnë në trase. Japonia përballet me mungesë të madhe fuqie punëtore, me disa kantier që operojnë vetëm me 60% të kapacitetit. Rreth 30.000 punëtor janë të përfshirë në projekt dhe shumë prej tyre mund të mos e përdorin kurrë trenin që po ndërtojnë. Në disa zona si në Gifu, niveli ujrave nëntoksore ra gjatë punimeve. Inxhinierët reaguan menjëherë duke modifikuar veshjen e tunelit për të mbyllur rrjedhjet dhe për të stabilizuar kushtet. Rreth 14% e linjës kalon mbi tokë në viadukte të ngritura, të mbështetura nga shtylla betoni dhe trar të parafabrikuar. Qoftë nën tokë apo mbi tokë, i njëjti standard saktësie zbatohet, 1 mm në 50 metra. Sistemet e reduktimit të zhurmës sigurojnë që edhe në 500 km/h, niveli i zërit të mbetet në 70 decibel, me i ulët si një rrugë e zënë. Kur treni kalon sipër, ndihet vetëm një lëvizje e lehtë e ajrit. Kina prezantoi sistemin e saj maglev prej 600 km/h në vitin 2021. Edhe pse Japonia e shpiku këtë teknologji, tani rrezikon të humbë zgarën për të hapur e para linjen komerciale. Në vitin 2025 u prezantua një model i ri treni, më i lehtë, më efikas dhe më ekonomik. Ndërtimi arriti në 60% përfundim me objektiv funksionimin komercial në vitin 2034. Projekti vazhdon, 246 km tunele, 60 kantier dhe 30.000 punëtor që ndërtojnë çdo ditë. Gjithçka ndërtuar deri tani po përgatitet për një qëllim të vetëm. Një tren që do ta bëjë distancën Tokyo-Nagoya vetëm 40 minuta. Abonohuni në këtë kanal duke klikuar butonin subscribe së bashku me butonin e ziles për të parë më shumë video të tilla. Faleminderit për shikimin dhe shihemi herën tjetër.